E të dashur me që rikëthujem bashkë biseduesit e ftuar për ditën e sotshme dhe është një temë interesante që do e flasim sot, me qenë se këtë fundjavë ose më saktësisht nesër ditën e diel do të mbahet koncertin nga grupi Diorit. Është një koncert live që do të mbahet në Teatrin Shqiptar. Për më tepër unë kam të ftuar grupin Diorit këtu në studio, është Ali Ramadani, Visari Seni, si dhe Kushtrim Shemsedini, i cili vjen nga Ferizaj dhe është pjesë e grupit Diorit. Përshëndetje dhe mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Është në kënaqësi të takohemi sërish. Kënaqësia edhe për neve, ne ndajmë kënaqësi me juve. Semra, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit për hapësirën që po na mundsoni sa herë për të promovuar materialin që e përgatisim faktikisht për gjithë publikun e juaj. Patjetër. Patjetër është nacia jona gjithmonë. Mirë se erdhe në Shkup, Kushtrim. Mirë se ju gjetëm. Si po duket? Shkupi e viziton Shkupin shpesh? Kohët fundit po. Po, muj me thanë që po. A është arsyeja grupi Diorit? Edhe s'është po, kryesisht kohët fundit u konë arsyeja. Nëse e kështë krahasu për diçka Shkupin dhe Ferizajin, për çka do t'ishte? Krahasimi është shumë i madh. Si për shembull, për të mirë ose për të keq, për Ferizajin, për Shkupin? Ferizaj është qytet i ri, është qytet post ndërtim. Shkupi është shumë më i vjetër, ka gjelbrim më shumë, na momentalisht jem kërkon heq hala të ndërtu. Po në përgjithësi shumë qytetarë të Shkupit apo të Maqedonisë vinë në Ferizaj në vikend, s'di pse. Po, është e vërtet. Ose spaku 2 herë njoft jemi në Kosovën e madhe, veç më varet se ku. Edhe kemi afër, e kemi shumë afër, po edhe pse jo? Po ndërtohet Ferizaj, po ka dhe ngrohtësi Ferizaj. Ka, janë njerëz të dashun, janë të respektueshëm dhe ta japin atë energjinë si me qenë në shtëpinë tënde edhe nëse si je. Po, arsyeja që jemi sot këtu është se po organizohet një koncert live që do të mbahet ditën e nesërme në Teatrin Shqiptar. Po kam dëshirë me ditën nga erdhi ideja e këtij koncerti, edhe pse herën e kalume kur ju kisha në emision, keni përmend që doni me realizu diçka të tillë. Ajo ka qenë në sezonin e kaluar dhe në këtë sezon ju vini në emisionin tem duke biseduar për koncertin. Më trego si erdhi ideja. Ideja e koncertit nuk ka qenë vetëm si vjet, po si vjet i kemi dhënë pak më shumë shtyrje, domethënë më reklama të madhe, se kemi pas edhe vjet, edhe para vjet kemi pas koncerte. Domethënë çdo vit gati organizojmë nga një koncert. Ideja për mos më zhduk. Mos më shku në Ares, kjo lloj muzikës. E keni zakonisht në periudhën e fund vitit? Po zakonisht po. 9 orë, 10 orë, 8 orë, 9 orë, çto. Okej. Është më ftoft edhe më ngroh njerëzit po. Po, edhe njerëzit qëndrojnë në shtëpia të mbyllura, nuk kanë arsye jo rashi, jo nuk patën mundësi, kështu që teatri është i mbyllur dhe ka hapësirë për shumë pjesëmarrës. Është mirë. Çka është dallimi këtij viti nga vitet e kaluara të këtij koncerti? Dallimi është se si vjet jemi shumë më të përgatitur se viteve tjera. Kemi ekipin shumë mirë, që Kushtrimi këtu. Kushtimi për herë të parë këtë vit ju bashkangjitet juve? Kushtimi për herë të parë na bashkangjitet si vjet për koncert, po. Të shohim do ju sjell fat ose si do jetë ky vit? Ja, bandohet si po. Aty pak kemi dyshime koncertit. Çka është dallimi nga vitet e kaluara? Ka diçka ndryshim këtë vit ose risi diçka? Visari më tregu diçka, kemi edhe diçka këngë të reja, domethënë shumë mirë. Kemi inkuadruar Semra disa këngë që në fakt në vitin e kaluar nuk i kemi pasur në atë pjesën e repertoarit, po treja nëse mund të më konsideru edhe ajo që kemi edhe antar pagës modifikim të antarëve grupit. Kështu që besoj që performanca do të jetë e përkryer atë mbrëmje, i ftoj gjithë ata që po na ndjekin tash nëpërmjet televizionit që të vinë. Hyrja është falas. Patjetër, në sa ora do duat ta dinë publiku të jenë të informuar? Në 7 mbrëmje. Në orën 19 në mbrëmje do të jetë në Teatrin Shqiptar, hyrja është
falas dhe ata cilët preferojnë të ndëgjojnë muzikë live, keni mundësin që të shkoni ditën e nesërme në Teatrin Shqiptar dhe të ndjekni një performancë të jashtëzakonshme nga grupi Diorit. Kushtrim ti je vetëm si shoqërues me gitarë i gjithë koncertit. Po. Më tregos si është ndjenja të jesh ke qenë më parë në skenë në Teatrin Shqiptar ose në Shkup me performancë? Teatrin Shqiptar këtu jo. Jo. Ke emocione atër që për herë të parë je në Shkup? Emocione gjithmonë. Po është një zhandrën e muzikës që e bojnë këta, është një zhandrë që është jo në atë farë preferencën temë. Nuk është, nuk e, zakonisht e thamë nuk njëna komod. Edhe u ka një sfidë për mua, shkak që më ka shty për para me Alien edhe Visarin, edhe më ka pëlqy. Për ndryshe, ku performoj muzikë, zakonisht është pak ma ndryshe, na për pope, na për... Aty shkon luk, zakonisht, është kjo në teatr, është një sfidë në veti, që është si lloj shfaqje, që e preferoj, se cili e ka koordinimi është ma ndryshe, nuk është sikur në vendet tjera, i thëmë qysh t'vje... Edhe performon, po. Performon. Edhe është që kjo, që më ka shty zakonisht, me alien për ndryshe edhe shok mire në kalzun non-stop me mua, më ka pëlqy shumë muhabeti. Edhe në muzike keni gjetë vetën, zbashku si grupë. Besoj po. Kjo semra e ka fjallën kushtimi që ky koncerti shambull, këtu nëse llogarisim kushtimin më së thënë 2 herë të njavë, ndoshta edhe bë muzikë live performon, në Ferizajn apo lokale ndryshme. Mirë po kur bëhet fjalë për koncertin që do të thonë krahasim me ato lokalet ku performon kushtimi, ndoshta janë 12 këngë vetëm për koncert. Mirë po e kërkon koncertin një disiplinë pagës ma tjetër, një qasje pak ma tjetër, ma serioze. Dhe ajo ndoshta pagës, nëse mundem me llogarit, është pagës ma e sikletshme. Se kështu performanca kemi pas edhe me Alin, kemi pas qashin e vjetër, po edhe me kushtrimin kemi bashkëpunuar ma para. Ato janë më rrjedhshëm, si vjon më rrjedhshëm, sepse ka dhe shumë ndoshta edhe nga të pranishmi ndonjë i afërt, kërkon ndonjë pikë muzikore të re, vjen diçka shumë natyrshëm, ndërsa në teatr sikur je më skeptik, kjo është sikur pak si muzika klasike, domethënë i kanë letrat përpara, na vetë si kemi letrat i kemi krye sandet, edhe çato shka e ki mbajt band duhet me performu. Qanda për lokale, kur bën muzikë, ti para se me fillu muzikantat me performu, ti aty është zhurma e madhe. Askush nuk e ka syrin të ti. A koncerti është pak diçka tjetër. Janë të gjithë të ulën dhe për ju ndjekin se ku po gaboni. Po, edhe detajt janë pyetje, mos thon pikat presit, janë të rëndësishme edhe pse nuk i kemi shikuar shumë pagës. Përmend që me 12 këngë do të prezantoheni? Po, 12 ose 13. Varsisht që do të jemi në bështetu nga ana e publikut. Okej, më tregoni si e bot përzgjedhjen e këngëve. Keni edhe këngë të reja në kemi 2 këngë duke të reja. Këngë të reja që kanë nuk më kujton se kemi ti kuadru me 2 ose 3 janë të reja, po janë të albumit që është të pregadit, albumit 2 domethënë. Super, domethënë për herë të parë do të dëgjohen ditën e diel. Po, risi ka edhe diçka ku më shti si vjet, ku më shti edhe grupit Atal, një 3 këngë tjera, domethënë që publiku i don, e di që i don, edhe do balada të mira, domethënë që do të jenë befasi. Shumë mirë atëherë. Si e bot përzgjedhjen e këngëve? Keni pas mos marrëveshje derisa erdhët në përfundimin e jo kjo këngë, jo ajo, jo unë e pedu, jo unë s'pedu këtë. Shpejt ka ndodhur. Ecuria e provave është shumë e vështirë. Po prandaj po pyes. Se bëhet fjalë për një ekip prej 6 anëtarëve. E tash të e pas parasysh që jemi të jetuar një jetë dinamike, apo edhe tash të shamo kushtrimi nëse është i lirë, tjetri nuk është i lirë. Duhet si më thamë, me gjetë një kohë përshtatshme që të gjithë jemi të lirë, po ne megjithatë kemi arrit mi realizu 5 prova nëse zgavoj, kështu që jemi përgatitën. Është e vështirë, ecuria, po mirë është. Jemi në disponim të mirë për performu. Besoj që do të jetë një adrenalin interesant aty. Sa i përket ndihmës, keni pasur përkrahje në institucionale ose diçka të tillë? Po, është përkrahje nga Ministria e Kulturës, domethënë, në ka përkrahë si vjet.
edhe vjetë dhe si vjetë, dhe më thonë. Po nuk është komedi që fa përkraje e madhe, dhe më thonë, po bolë që atë mundin, ndoshta edhe pagu, ndoshta edhe s'pagu, taj mundi shka japin ata, po kryesore na ma shumë e vojmë për dëshirë, këtë dëshira e madhe, edhe për me realizu një koncert të tillë dhe pse realizohet disa vite me radhë. Më trego si e prit e ftesën për të qenë pjesë e grupit Diorit? Kush ta bëri së pari ftesën? Dëtë. Në të njëjtën kohë dëtë ta Ma fajtori, ta zbulojnë ma fajtori. Po, kem pas një bashkëpunim, një performancë me një pub në Ferizaj, kem kalu shumë mirë atë, edhe mas nej tu vull, po të regojnë, apo ki qef, apo më tash pëse jo, e provojmë. Ama gjithmonë me atë pretekstin që në qofë se prish i punë dikon, shumë prej zhandre që bëj muzikë, në zhandrën e grupit Diorit, është një zhandrë pak ma ndryshe prej zhandrëve që bën në përditshmëri. Po, edhe gjithmonë ju kumë tregu në qatë moment që kam keq. është mirë më tregu, janë qofë se ka mundësi mu largu. Unë gjithmonë largona, nuk kam qef me prish shfaqin, po këta djamë gjithmonë janë konë në regull je, okej, unë në regull jam, në regull, tash për pres shfaqin, tash të këqyri me qysh. Tash kushtimi neve në prezentoj si ekspertët majtë muzikës, unë e tëmë drejtën semra herën e parë kur e kumë dëgju në atë performancën që e kishte kushtimi me grupin e ti, me një lokal Ferizajt, unë jom manit moston prej performancës ti, kështu që kushtimi është shumë gitaristi pregaditun. Tash edhe përvoja e vonë drejtën. Patëm mundësi me ndëgju një pikë muzikore para se të fillojmë bisedën, ishte me të vërtet i mrekullueshëm. Dhe që gjatë bisedës do të ndëgjojmë sërisht pika muzikore nga jo, nuk do e lëm vetëm me një muzikë. Do ta dëshmon vetën, dëse edhe gjatë emisionit, është i pregaditun kushtimi. E tash ajo akomodimi, si me thanë adaptimin këtë zhanrin tonë, nuk e ka pasur nga vështirë se pagës ne jemi për shtatë kushtrimi, pa kushtrimit e në, kështu që e kemi gjetë atë mesin, balansin. Sa kohë ka që përmireni me koncertin? Për përgatitit e koncertit po flasë? Gjatë gjithë vitit. Të regot qka do të ketë, kush do t'jetë prezent? Jeni sa antar do të meni pjesë në koncert, si do t'jetë, ma të regoni pak, me jepni pak më te për detaje rrët këti koncerti? Detaje, jemi 7, po më do, 7 antar? Dhe më thamë kushtrimi, gitarë. Nevruz Bajram, gitarë, 2 gitariste kemë rritëm solat të dytë janë, dhe më thonë, bas gitarë Visari, Arbër Curi është pianisti, dhe më thonë, klaviaturisti, Gjemaj Latifi dhe unë. Gjashtë. Do t'jetë vazhdimisht vetëm muzik një pas një, ose do t'ketë pauzar në përmjet diçka tjetër, ose vetëm muzika do t'jetë? Koncerti do t'jetë, dhe më thonë, vazhdushmëri e kamëve, po, ndoshta pak diçka në bisedë vogël. Dhe nga cëmin. Po, se ndoni problem i rasit teknik nëse kemi në sonë. Gjatë është e mundshme të ndodhë, shka puse në për emisione ose koncerte live, janë gjëra që ndodhën dhe nuk kanë, aty nuk ka ndalesa jo, nuk i dihet asgjë gjë sigurt. Edhe ne, derisa po fillonim bisedën, na u desht pak kohë derisa të fillojmë, sepse ndodhin disa probleme teknike dhe që e vënuam pak bisedën. Këto janë gjëra që ndodhin natyrisht, janë gjëra teknike. Nuk mundet askush mi parashikua ato probleme që ndodhin. Nuk ka mundësi. Edhe si thonë njeriu kur punon edhe ka bën, nëse nuk punon edhe nuk ka gabim. Është natyrshme për njeriu me gabu. Patjetër. Koncerti, domethënë, gjithçka është në rregull, po pritet vetëm të eksplodon. Të eksplodon. Keni të ftuar special ose diçka ndonjë ftesë që prisni, ose është i hapun thjesht kush do qoftë që dëshiron? I hapun për çdo kënd, domethënë kemi bënë ftesa sa kemi mundur, ndoshta dikon e kemi harru, po tash në emision, nëse dikush e përcjell, është i mirëseardhur gjithkusht ta përcjell koncertin. Për sa persona ka vend në teatrin shqiptar? Nëse nuk gaboj afër 300, dikun është kapaciteti i teatrit. Kapaciteti është i mjaftueshëm për gjithë ata cilët duan të ndjekin një koncert falas me muzika të bukura, të lehta, të dashura dhe live. Së fundi sepse ka kohë të gjatë me të vërtetë që nuk dëgjoj muzika live. Janë gjitha
playback, e kështu me gitarist, me gjithë shka e drejt për së drejti, emocionet në ditë para, cili është ajo emocioni më i madh momentalisht për ju Kaplon? Ajo, diçka që ju shqetëson ndoshta ose që s'ju lë rahat deri nesër? Nuk e di, hajde në flet pak. Mos po harrojmë nëse. Çka mundet me qenë ajo që mundet? Emocioni është mos po harrojmë diçka që e kemi bë plan, domethënë edhe nuk e kemi. Kush është ai nga grupi që për shembull dikon me thirr ose një ftesë dikuj ose këto, e masaj më të kujtua, vetëm pse nuk e ftut, pse e ftut. Më tregoni kush është ai në grup që merr shënime për gjithçka që organizoni, që planifikoni? Nuk kemi, si me thanën ti, Semra ndonjë... Jo që keni një person adekuat, po kush është ai i cili më së shumti merr shënime? Unë besoj këto është Visari. Visari, po prandaj për pyes, po nuk thot, unë jam e nuk thot. Visari i ban të plane. Sepse unë di që Visarit nuk ka mundësi ti i ka asgjë. Edhe pse i kumë thonë me marë pak ma letë. Profesor Semra, ndoshta profesioni e ka bot vetën që jena pagës matë përpikt, nuk e di, po gjithë jemi përkushtum. Semra, po kjo është me rëndësi shembull para provave, gjithë se cili ti do gjonë kangë, ti regjistron, si me thanë, atë intelektin e vetë, kështu që edhe gjatë provave është ma mirë rjedhin provat. Kjo është pagës problem, sigur disa nga anëtarët e grupit nuk i dëgjojnë as kangët. Për mua e ka fjallë. Jo, vetëm, jo. Edhe tash ajo pagës aty ndodhin ato, si me thanë, ato pengesat e ushtrimeve, por ndryshe gjithë shka është në regullt. Sa kohë ju merr ushtrimet, më falë? Zakonisht ka 3 orë, 4 orë kemi ushtru. Çdo ditë ose 2-3 herë brenda javës se keni pas? Po ne tash këtu bëhet fjalë për krejt anëtarët e grupit, do me thënë i kemi nda ka 3-4 orë. Do me thënë kemi hapësirë, kemi objekt caktuar, ku shkojmë, krejt e pajisit i kemi aty, vetëm i vendosim gitarat, ato pajisit tona. Keni pas ushtrime intenzive çdo ditë? Kemi pas. Shumë mirë. Kemi pas. Pas ka qenë lotshme si duket pak sa periudhë. Do të thotë edhe në ato momente kur ka mungu dikush për anëtarëve tjerë të grupit, ne nuk është se jemi ndalë, edhe tash të stagnojmë. Nuk e kemi pa atë si një pengesë, po kemi vazhdu. Shembull imi bo vetëm une alio dhe kushtrimi, ose në rast tjetër ka arë klaviaturisë, ose në çdo mundësi e kemi shfrytzuar që të përgatitim. Okej, me qenë se jemi në këtë stresën e koncertit të ditës së nesërme, unë po dua që ta ndëgjoj edhe një pikë muzikore nga ju në mes të bisedës sonë, kështu që të dashur mirë, do të ndëgjojmë edhe një pikë muzikore dhe të vazhdojmë sërish edhe me pjesën përfundimtare të kësaj bisede. Frigohem natën, frigohem ditën, nuk të shoh. Ty talan emrin, tërbota flet, por s'të shoh. Luk në çdo cep, çdo ditë dhe ku më ndalon. Armiku i panjohu në tyre fe, po në shkatron. Do të qëndraj, mereve, do të qëndraj, ndaleve, do të qëndraj, gojeje, do të qëndraj, mos e ku shpresën. Frigohem natën, frigohem ditën, nuk të shoh.
Ty tala në emrin, tërbota flet, por unë s'të njoh. Luft në çdo cep, çdo ditë të vdekur nuk dalon. Armiku I panjohu, nuk gjen gjyre fe, po na shkatron. Do të qëndraj, mere vet, do të qëndraj, nale vet, ko të qëndraj, kërkoje jet, do të qëndraj, mos e ku shpresën. Një këngë shumë e bukur, Pandemia, që e transmetuan live edhe në studion e emisionit Weekend. Dua t'ju pyes, sepse me qenë se albumi I parë është gjithmonë albumi më për zemër, që realizohet me shumë mund, me shumë emocion. A keni vendosur ndonjë këngë të keni nga albumi I parë në këtë koncert? Nga albumi I parë, më zgabofsha janë dikun një 5 këngë, Shumë mirë. ose 4 më zgabofsha, cilat e kemi përzgjedh, ku për albumin e parë ka qenë shumë vështirë, shumë në kushte jashtëzakonshme është bë. Po prandaj edhe po Edhe pyes. mos të harrojmë ta përshëndesim edhe Luli Hasanin, gitaristin, solo gitaristin, I cili është në gjithë albumin në regjistrimet e solove. Luli përshëndesim. E përshëndesim Lulin, po, Luli në fakt e ka dhënë një kontribut të madh në regjistrimin e albumit parë. Gjitha solo gitarët që dëgjohen të albumit parë kanë qenë të incizuar prej Luli Hasanit. Sa ka qenë e vështirë me I përzgjedh vetëm 4 këngë nga albumi I parë? Si e bët përzgjedhjen e këtyre këngëve? Pse këto 4? Ose 4-5? Pse këto? A ka ndonjë arsye ose janë këngë më të ndëgjuara nga ana e publikut? Nga ana e publikut nuk e di, po me rëndësi që neve këto këngë, nëse mundem me thënë ashtu, janë më impulsive pagës, edhe I përjetojmë ashtu pagës më ndryshë, na plotësojmë pak më tepër. Mos them ashtu ka si ndalesa shembull ku kënga shkon pagës më qeta, ashtu sikur e japim një përjetim balade, po momente caktuara edhe ka shpërthime të distorzive të zanave djegura të gitarës, kështu që kjo ndoshta është arsyeja që këto këngë I veçuan, po arsyeja tjetër është që t'ju japim pagës hapësirë edhe këngëve të reja. Si sigurt po zgjedhim më tepër këngë të albumit parë, atëherë nuk do të mbetet. Edhe kjo që vlen potencohet për ata që vetëm mendojnë të vinë në koncert, ne ju premtojmë se nuk do t'i lodhim shumë, repertuari do t'jetë aty dikon hajde 1 orë e gjysmë, maksimumi, ndoshta as 1 orë e gjysmë. Nuk mendoj që lodhet dikush nga muzika, veçanërisht ka muzika e bukur. Kam fjalën se emra tash është koha e tillë, koha moderne, sigur nuk kanë durim njerëzit për evente të tilla, për shumë të qëndrojnë ashtu pa lëviz, të fokusohen shumë. Nëse fokusi i njerëzve, si më thon, ka pas kapacitet njeriu më para shembull, ma gjatë kohë, me përballu, me rezistu shembull një ambient caktuar, tash në shpagës ma problem. Tash edhe ato video që I shfletojmë në për rrjetet sociale janë të shkurtra. Janë të shkurtra, po, shumë vërtet. Askush po short. Po e një koncert veç me short. Po. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, edhe ishte kënaqësi që bëm edhe si një farë informimi për gjithë ata cilët po na ndjekin dhe që duan të marrin pjesë në koncertin tuaj. Unë edhe një herë paraprakisht para publikut do të potencoj që ditën e nesërme, ditën e diel, në ora 19 në mbrëmje në Teatrin Shqiptar mbahet koncert live nga grupi Diorit, që do të jetë përafërsisht 1 orë e gjysmë maksimum, muzikë live e bukur, e lehtë, tani fix për këtë periudhë kohore që është ftohtë dhe nuk qëndrohet jashtë, mund të qëndroni brenda dhe të ndëgjoni muzikë të bukur live nga grupi Diorit, me këngë edhe të vjetra, por gjithashtu edhe këngë të reja që do të promovohen ditën e nesërme në Teatrin Shqiptar.
hyrja është falas, keni të drejtë të shkoni sa persona të doni dhe shpresojmë që do të kalojmë çastet e bukura ditën e nesërme. Unë ju falenderoj shumë dhe shpresoj që të kaloni bukur ditën e nesërme dhe shpresoj të takohemi sërish me gjëra të reja. Faleminderit shumë se emra prej teje. Edhe në presim edhe ju të vini. Patjetër me kënaqësi. Po shpresojmë që do të vim. Faleminderit se emra shumë për mbështetjen e juaj. Faleminderit shumë. Kushtërimi ishte kënaqësi që për herë të parë të kisha në studio, por është kënaqësi që edhe Shkupi për herë të parë do të ndëgjoj ty. Shpresoj që komunikoni mirë. Nuk po dyshoj. Edhe shpresoj që nuk kemi pas probleme. Edhe faleminderit kuptohet për ftesën. Ishte kënaqësi e imja e veçantë. Për përfundim, unë kam dëshirë që të ndëgjoj edhe një pikë muzikore nga ju dhe ashtu me lehtësi ta përfundojmë bisedën tonë.